Vetëm pak kohë nga shkarkimet e shtatë specialve të Reneas, largimet prekin dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. 5 efektiv të repartit të FNSH-s së Tiranës, të cilët morën pjesë në operacionin e Lazaratit, janë transferuar, ndërkohë që komandanti i tyre është liruar nga detyra. Kjo është letra zyrtare që tregon motivin e largimit të kryeinspektorit. Në të theksohet se prova kryesore është në fakt një dyshim që kanë neprorët për veprimtari të palishme dhe jo shkelje konkrete. Sipas avokatit mbrojtës të ish kryeinspektorit Petrit Elezi, ky motivacion është i pabazë e për këtë arsye është bërë ankimim në gjykatën administrative. Ajo që unë do të theksoj është fakti që klienti tim nuk ishte dhënë asnjë shkak tjetër, nuk kemi asnjë procedim qoftë penal apo disiplinor ku të argumentohet kjo vendimarrje e drejtorisë përgjithshme të policisë dhe ne këtë synojmë të vendosim me anë të vendimit gjyqësor rivendosjen e drejtave të tij, kthimin e tij në vendin e mëparshëm të punës. Sipas mërtirit, klienti i tij është larguar nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë pas një relacion, duke i mohuar atij të drejtën për të mbrojtur, ndërkohë që rasti do i referohet dhe avokatit të popullit.